Territori shqiptar për datën 2 tetor do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike me vranësira mesatare dhe herë rreshje të lehta shiu kryesisht në zonat malore dhe veriore. Në pjesën më të madhe të ulësirës perëndimore moti do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 8 deri në 9 orë diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 4 deri në 7 metra për sekond. Në Bregdet era herë pas here mund të arrijë deri në 8 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 2 tetor 2025 pritet të jetë mesatar 4 deri në 5. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 2 tetor do të jetë rreth orës 06:31 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:29 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 13 deri në 22 gradë Celsius. Kukës 10 deri në 18 gradë Celsius. Peshkopi 11 deri në 19 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 23 gradë Celsius. Durrës 13 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj 13 deri në 22 gradë Celsius. Elbasan 12 deri në 22 gradë Celsius. Berat 12 deri në 22 gradë Celsius. Korçë 9 deri në 17 gradë Celsius. Vlorë 14 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër 11 deri në 20 gradë Celsius. Sarandë 14 deri në 21 gradë Celsius.